Fishpoti mam. Hi! Përshëndetje. Këtu te Tegu, fishpot është preferuari im. Ka gjëra shumë suki-suki dhe më pëlqen shumë sepse të gjitha gjërat e detit këtu janë shumë të freskëta, janë të shëndetshme dhe janë të lira në çmim. Seriozisht? Po, Se vogla këto të ime. detit putin mes, mama. Po ne si goca deti që jemi absolutisht këtu do ndaloni, po qa, s'bëhet fjalë. Vëmendja, 3 rrathët e vëmendjes, ka aktorit. Që do të thotë, Njën ka fshatat, hapat e ati që kalon, edhe ku e la muhabetin. e kam një shok që rrathët e vëmendjes i përdor për të shpërqendruar nga e dashura vet. A ish për te psikologu. Nga që e du shumë atë gocën, por është fillimi, është starti, edhe që mos ta mbysi me posesivitet, me xhelozi, bën këto, e shpërqendron vëmendjen te një gocë tjetër. Nuk e ka të gjatë, ka i përles vaj. Uaj, ka mami ka i përles. Tu desh do doli patatja duke folë me jetë. Po është për të ndronë që në fillim aj, pa ku akoma. Po më tutje. Na. Mos do prap nga kjo? I ziuaj me shpërqendrim e pa filluar akoma, i ziuaj me boj. Po më tutje aj. Zilla i me boj. Lapçe. Tani, ai sa është një orë me këtë gocën? Është shembulli konkret që ti po thua rrathët e vëmendjes. Po, Ai sa është një orë me këtë gocën. Dhe ku kemi bërë muhabet, e njoh nga vllai, po thoshte ishim aty po dëgjonim, po thoshte që e kam me shumë qejf këtë gocën, unë e njoh veten time, tha që jam tip xhelozi, që jam tip protektivi, që jam tip kontrolluesi tha deri diku. Unë e njoh tha se ça jam. po. Dhe për mos ta mbytur, për mos ta trembur, Aha. paralel tha po merrem edhe me i tjetër. Tha mami ka ikur vllajti s'beson. Dhe në këtë mënyrë tha unë nuk e mbys atë gocën, ama kjo lloj deri diku tha kutimi i imi e ka bërë këtë gocën që unë e kam me shumë qejf të më vi nga mbrapa dhe më shumë, sa ajo po e shikon që unë nuk po i jap vëmendje 100% dhe ajo po përpiqet që të më bëj për vete. Kështu që tha ai, pas ka dalë për hajër tha kjo teknika. Tani si do verjallja e ti se është dhe të qopet ajo. Jo, ai do këtë, jo atë. Për kë po flas? Me të ndodhe, atë e ka që të shpërqendrohet nga kjo. E. Është një muhabet mami, pa pikën, E pikës? kur bie në dashuri mam, bota rrotullohet vetëm rreth asaj, nuk ekziston. Po flasim për një djalë që është i çik, ka një mentalitet, më kupton që është shumë, kështu i kam humbur femrat tha. Duke qenë shumë protektiv dhe shumë xheloz, shumë kanë ik nga duart tha. Kështu që kishte zgjedhë këtë teknikën tani. Më tha mami tuaj shiko të tretën se e dy të ikën. Shikon na një to që ai me lot të dyja, të vjen mësim të ndryshosh, të vlerësoj femrën, ta bëj për vete. Jo, ri me atë të shpërqendrojmë në kjo që këtu muhabeti mbaroi. Për mami sigurisht, ë. Që mami s'është sa qëtli e këtyre, ti e di për avleka mam.